Ju përshëndes, pas 5 orë nga kjo vrasje që ka tronditur jugun e vendit dhe Eksamilin, është vendosur në pranga pak minuta më parë autori i kësaj ngjarje të dyshuar. Ai është shtetasi Sokrat Vata, i cili pas kryerjes së vrasjes në zonën e Eksamilit është larguar dhe ka përfituar nën shoqërimin e 2 shtetas të huaj, 2 shtetas turq, një vajzë dhe një djalë, të cilët që e kanë marrë në makinë dhe e kanë larguar nga vendi i ngjarjes. Policia menjëherë ka marrë kamerat e vendit të ngjarjes, ku ka vendosur dhe në përgjim telefonin e autorit dhe më pas është bërë ndjekja e tij dhe ndjekja me anë të valve, ku pas 5 orësh është bërë arrestimi i tij në aksin rrugor Levan Fier nga një prit e policisë Vlorë në bashkëpunim me policinë e Fierit. Autori ishte fshehur në momentet e arrestimit në bagazhin e këtij automjeti që drejtohej nga 2 shtetasit e huajt turq dhe arrestimi i tij është bërë në vendin e kontrollit, në pikën e kontrollit, ku policia kishte ngritur një tip kurthi për të vendosur dhe arrestuar autorin e dyshuar të kësaj ngjarje të rëndë. Nuk ka patur rezistime për shkak se ka qenë mënyra e organizimit nga policia Vlorë dhe policia e Fier për ta arrestuar në një mënyrë që mos të bjeni në sy. Me arrestimin e tij është vënë në arrestim dhe 2 shtetasit e huaj, një femër dhe një i ri turq, dhe ata janë shoqëruar drejt komisariatit të policisë Vlorë, ku do merren në pyetje në vazhdimsi, por nga detajet që kemi mësuar, mendohet që autori ka qenë bodyguard në këtë beach bar dhe ka patur një konflikt. Edhe 2 shtetasit e tjerë turq janë turist, apo nuk e ende informacion për këtë? Në shtetasi që ka humbur jetën në zonën e Eksamilit dhe i gjetur në shezlonat e këtij beach bari, është shtetas i huaj dhe ka qenë turist në zonë bashkë me disa miqtë e tij, ka qenë në pjesën e beach barit. Mendohet aty ka nisur konflikti dhe nga të dhënat paraprake që kemi nga grupi jetimor, mendohet që ka patur një konflikt të çastit, mendohet për ngacmime femrash deri në këto momente, por kjo pritet të zbulohet nga detajet në vijim nga grupi jetimor dhe policia do t'i dërgojë gjitha këto në gjykat, të gjitha këto të dhëna, por nga të dhëna që ka mund nga grupi jetimor, mendohet se ka qenë një konflikt i çastit që ka detyruar dhe ka përshkallëzuar deri në përdorimin e thikëve, dhe shtetasi shqiptar ka goditur disa herë me thikë në pjesën e shpinës dhe pjesën e kraharorit, shtetasi në ujë, dhe si pasojë e gjakderdhjes ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Gjithashtu mësohet që ka ngelur dhe i plagosur një shtetas tjetër në pjesën e këmbëve, që ka qenë shok bashkë me shtetasin e huaj. Mendohet dhe ai tashmë po merr ndihmën mjekësore, ka mbetur i plagosur në vendin e ngjarjes. Ka qenë një konflikt i çastit që ka degraduar deri në përdorimin e armëve dhe humbjen e jetës të këtij turisti që ka qenë për pushime disa ditë në pjesën e Eksamilit. Është një ngjarje e rëndë që ka tronditur gjithë jugun e vendit dhe një imazh i keq për gjithë turizmin e zonës. Uroj që mos çndrohet në një imazh të keq për turizmin e zonës, ngjarje e rëndë pa diskutim. Megjithatë, shpresojmë që mos ndikojë në pjesën e thithjes së turistëve që vinë dhe frekuentojnë Bregdetin në jugun e Shqipërisë. Alger Tariza, në momentin që do të kesh detaje të tjera apo do të mësosh detaje të tjera mbi këtë ngjarje të ndodhur në Eksamil në orët e para të mëngjesit, ku një shtetas i huaj, një francez, ka humbur jetën, që sipas teje dhe sipas informacioneve paraprake bëhet fjalë për një ngjarje banale, pra për një konflikt të çastit. Momenti që do kesh të dhëna të tjera, je i mirëpritur. Do të shkëputemi për pak, do të rikthehemi rreth orës 13:30 me të tjera zhvillime. Ju vazhdoni qëndroni në shoqërinë e programeve të Euronews Albania.